lidhet me dy shifra që t'ja bëjmë të thjeshtë atyre që na ndjekin. Tenderi i parë që e ka fituar firma Gjoka dhe është anulluar me 140 milionë euro. Dhe tenderi i dytë, firma turke, me 190 milionë euro. Tani, është, po, do më thënë, shifrat përafërsisht janë këto. Plus minus pasaj, po, të rrumllakosura. Varet nga kursi, po bëhet fjalë për një diferencë prej 30 milionë eurosh në fakt. Jo 40. Po, 30-40 milionë euro që varet nga kursi. Mirë, okej, 30, do e thënë, për të gjithë ata që na ndjekin, veprimi parë, një, tenderin e fitoi firma Gjoka dhe kjo u anullua me 140 milionë euro. 2. Tenderin e dytë e fitoi firma turke, si quhet firma turke, kemi të saktë? Intercar është një bashkëpunim, një konsorcium kompanish. E fitoi firma turke me 190 milionë euro. Kjo firmë turke tani nën kontrakton, pikërisht merr nën kontraktor, që është e drejtë e saj, po merr pikërisht firmën Gjoka, e cila i ishte anulluar tenderi me 140 milionë euro. Kjo është fabula? Tani, fabula për cilën është folur edhe më herët, para se të dilte dosja aktuale e prokurorisë së posaçme, ka qenë e tillë që në tenderin e parë firma Gjoka ka ofertuar 140 milionë euro për të ndërtuar tunelin e Llogaras. Ai tender është prishur, nuk ka pasur një fitues de facto ose juridik, nuk ka pasur një vendimarrje që Gjoka ka qenë fitues, por ai kishte ofertën më të mirë dhe të gjitha gjasat të çonin që do ta fitonte firma Gjoka. Tenderi është anulluar, siç duket edhe nga dosja që ka dalë tashmë nga SPAK-u në hetimin për Ballukun, me ndërhyrjen e ministres. Ministrja madje në një moment thotë duhet ta anulloni urgjent. Ai tender është anulluar dhe është i hapur tenderi tjetër. Fondi limit pothuajse ka qenë i njëjtë, bëhet fjalë diku te rreth 190 milionë euro me kursin e sotëm, edhe në rastin e parë dhe në rastin e dytë, por konsorciumi i dy kompanive turke ka ofruar, e ka fituar tenderin me rreth 170 milionë euro. Dhe diferenca ka qenë e tillë, ndërkohë që më pas është nën kontraktuar, po firma Gjoka, ajo që logjikisht ishte në proces për ta fituar tenderin e parë dhe ajo praktikisht ajo e ka ndërtuar